Agent të Byros Kombëtare të Hetimit me urdhër të SPAK zbarkua në Durrës pas lëshimit të 9 urdhër arresteve nga gjykata e posaçme, 3 prej të cilave janë ekzekutuar. Në pranga përfunduan Vullnet Muça, vëllai i Rumit të Shijakut, Enea Kume, vëllai i deputetit socialist Lojër Kume, si dhe Vlashi Draçi. Për arrestimin e tyre, policia ushtroi kontrolle të shumta në qytetin e Shijakut, përfshirë edhe banesën e Aleksandër Laos, si dhe zonat përreth. Burimet bëjnë me dije se ky i fundit nuk u gjet në banesë në momentin e kontrolleve. Ky operacion është në kuadër të hetimeve që SPAK po zhvillon për tjetërsimin e pronave në gjirin e Lalzit. Kujtojmë se Rumi i Shijakut është një personazh i njohur i botës së krimit i cili ndodhet në kërkim pasi apeli i gjykatës së posaçme e dënoi me 3 vite burg për tjetërsimin e 45.000 metrave tokë. Ai u shpall fajtor për korrupsion aktiv ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Sjellim në vëmendje se vëllai i Rumit të Shijakut i arrestuar tashmë kërcënoi në 20 shtator edhe drejtorin e Spitalit të Durrësit për të punësuar mbesën e tij. Arrestimin e të vëllait, deputeti socialist Lojër Kume e komentoi për media si përgjegjësi personale, ndërsa më herët ka shpjeguar në rrjetet sociale pse u përfshi në politik. Fal vizionit të një artisti kryeministër apo kryeministri artist si Edi Rama dhe fal hapjes së Partisë Socialiste, u dha kjo mundësi që unë t'jap kontributin tim. Sigurisht që e përqafova, janë dhjetra orë diskutime me miq, me të afërm, debate, rraje mendimesh, të cilat besoj që do gjejmë vend shumë shpejt në kuvendin e Shqipërisë. Mësohet si është komunikuar masë e re sigurie në burg edhe Astrid Abdylajt, i cili ndodhet i arrestuar në kuadër të operacionit Revanshi, ndërsa është shpallur në kërkim Aldo Abdylaj.